Gazetari Ertan Hoxha tregon detaje të reja nga vrasja e Gilmando Danit në Rinas. Ai shprehet se bëhet fjalë për një skuadër pushkatimi e cila sipas tij u përfshi edhe te vrasja e Brillant Martinajt, por sipas Hoxhës bëhet fjalë për një aleancë mes disa grupeve të cilët kanë krijuar një lloj karteli, duke i bërë ata të paprekshëm, pra me pak fjalë një lloj familje mafioze. Nuk është një grup i vetëm, prandaj unë vazhdimisht kam ngul për një aleancë. Pra kemi të bëjmë me një bashkim të disa grupeve kriminale, të cilat pas zhdukjes së Ervis Martinajt kanë kaluar, si të them, është epoka e tyre. Ata vazhdojnë ta kenë nën kontroll situatën. Ata janë sot për mua në Shqipëri organizimi kriminal më i fuqishëm. Duket sikur ka nuancën e një karteli, por nuk është një kartel i mirëfillt, është një aleancë e cila kontrollon territorin në mënyrë perfekte, pa patur asnjë lloj frike, asnjë lloj trembje nga një reagim nga agjencitë e zbatimit të ligjit. Për ata nuk ka rëndësi nëse është aeroporti i Rinasit, është sheshi Skënderbej, aty janë forca policore, janë forca speciale. Për ata është njësoj, thotë ai. Sipas Hoxhës, për tyre ka frikë edhe vet policia. Unë nuk besoj që policia nuk e ka haberin se kush janë këta. E di shumë mirë që ata e din. Por deri tani nuk kanë arritur do t'i kapin sepse thash, ata nuk janë të atashuar pranë një grupi të mirëfillt. Ata në vetvete janë kthyer në një grup vet, por që janë në dispozicion ose që janë në mbrojtje dhe në mbështetje me informacion, me mjete logjistike e të tjerë, thot gazetar.